Një ere hyn në botën e errët të një vile luksoze, duke u përpjekur të shpëtojë nënën e saj nga kolapsi financiar dhe sëmundja. Por kur dëshmon një padrejtësi brutale, ajo thyen heshtjen dhe ndryshon gjithçka me një fjalë të vetme: jo. Ajo që ishte një akt i thjeshtë guximi shndërrohet në një revolucion të heshtur që ekspozon abuzimet, shkatëron perandoritë dhe zbulon forcën e atyre që gjithmonë janë injoruar. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Zhurma e pikave të shiut jehoi në dhomën e vogël në fund të vilës. Shiu godiste fort çatin, duke krijuar një simfoni melankolike që shoqëronte mendimet e një 17 vjeçareje. Kiara rregulloi batanien e hollë mbi supet e nënës së saj, duke parë se si Roza kollitej lehtë, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë për të mos shqetësuar askënd, madje edhe aty në dhomën e saj. Nën, duhet të marrësh ilaçin, përshpëriti Kiara, duke ju afruar krevatit të ngushtë ku Roza pushonte pas një tjetër dite sfilitëse pune. Roza hapi syt ngadalë, duke zbuluar një shikim të lodhur, por ende plot butësi për vajzën e saj. Mos u shqetëso për mua, e dashur. Nesër do të jemi shumë më mirë. Gjithmonë e thua këtë, murmuriti Kiara, duke u ulur në buzë të krevatit. Por unë shoh se si e shtrëngon një buzëqeshje kur të dhem shpina, si e fsheh kollën kur jam pranë. Vila Aliu ishte imponuese, me 3 katet e saj dhe kopshtet e mirë mbajtura. Roza kishte punuar aty për më shumë se 15 vjet, që kur Kiara ishte vetëm një fëmijë e vogël. Kishte filluar si ndihmëse kuzhine dhe, me kalimin e kohës, kishte fituar besimin e punëdhënësve të vjetër përmes përkushtimit dhe ndershmërisë. Kur ata u zhvendosën në fshatra, ja shitën pronën Viktor Aliut, një biznesmeni të suksesshëm nga kryeqyteti që kishte nevojë për një rezidencë të gjerë për të impresionuar klientët dhe partnerët e tij të biznesit. Viktor ishte një burr i rezervuar, gjithmonë i përfshirë në takime të rëndësishme dhe udhëtime pune. Rrallë ishte në shtëpi dhe kur ishte, kufizoi të përshëndeste punonjësit me një tundje koke të sjellshme para se të mbyllej në zyrë. Për të, vila funksiononte si një makinë e vajisur mirë, pa pasur nevojë të shqetësohej për detajet e përditshme. Dinamika e shtëpisë ndryshoi plotësisht kur mbërriti Olja. Ajo ishte e fejuara e Viktorit, një grua 32 vjeçare, e mësuar me luksin dhe jetën e lehtë. Vajza e një familjeje tradicionale të kryeqytetit, Olja nuk kishte punuar asnjë ditë në jetën e saj, por kishte mendime shumë të qarta se si duhet të funksiononin gjërat. Që nga dita e parë që shkeli në vilë, e bëri të qartë se ajo do të komandonte të gjitha aspektet shtëpiake. Roza, shpresoj të kuptosh që tani do të kemi standarde shumë më të larta në këtë shtëpi, i kishte thënë Olja që në javën e parë, duke ecur nëpër kuzhinë si një mbretëresh që inspektonte domenet e saj. Viktori meriton më të mirën dhe unë synoj të siguroj që ai ta ketë pikërisht këtë. Roza vetëm tundi kokën me respekt, siç bënte gjithmonë. Në moshën 46 vjeçare, ajo kishte mësuar se mënyra më e mirë për të mbajtur punën e saj ishte të mbetej e padukshme, të bënte punën e saj në mënyrë perfekte dhe të mos vinte kurrë në dyshim urdhrat, sado absurde të ishin. Nën, pse nuk ankohesh kurrë? Pyeti Kiara në një nga ato net me shi, duke parë se si Roza masazhonte duart e saj të ënjtura pas një dite veçanërisht të vështirë. Sepse ankesat nuk i paguajnë faturat tona, e dashur, u përgjigj Roza butësisht. Dhe sepse të punosh me dinjitet është ndryshe nga të trajtohesh pa respekt. Unë mund të mos jem në gjendje të kontrolloj se si më trajtojnë, por mund të kontrolloj se si reagoj. Kiara nuk i kuptonte plotësisht këto fjalë. Ajo e shihte nënën e saj të zgjohej para agimit, të punonte deri vonë në mbrëmje, të duronte komente të ashpra dhe urdhra kontradiktor pa humbur kurrë qetësinë. Por ajo shihte edhe lotët e heshtur që Roza derdhte kur mendonte se askush nuk po e shihte, mënyrën se si supet e saj lakoheshin pak më shumë çdo ditë. Shëndeti i Rozës filloi të përkeqësohej në dimër. Kolla që fillimisht dukej si një ftoje u bë e vazhdueshme, e shoqëruar me dhimbje shpine dhe një lodhje që nuk përmirësohej me pushim. Ilaçet që mund të blinin në farmacinë lokale nuk bënin shumë efekt dhe një mjek privat ishte plotësisht jashtë mundësive. Ishte atëherë kur Kiara mori vendimin që do të ndryshonte gjithçka. Nën, unë do të punoj edhe unë këtu, njoftoi një mëngjes, ndërsa përgatitnin kafen e mëngjesit herët. Absolutisht jo, u përgjigj Roza kategorikisht. Ti duhet të studiosh, duhet të kesh mundësi që unë nuk i kam pasur kurrë. Dhe si do të studioj nëse nuk kemi para as për ilaçet e tua, replikoi Kiara, zëri i saj dridhej nga emocioni i përmbajtur. Ti punon aq shumë sa po sëmuresh dhe unë rri këtu pa bërë asgjë.
Kjo nuk është e drejtë. Roza ndaloi atë që po bënte dhe e shikoi thellë në sy vajzën e saj. Ajo shite aty të njëjtën vendosmëri që e kishte mbajtur gjallë për të gjitha ato vite, por shite edhe rinin dhe cenueshmërinë që e shqetësonin. Kjo shtëpi ajo ndryshon njerëzit, Kiara. Nuk dua që ti të bëhesh si unë. Ti e gruaja më e fortë që njoh, tha Kiara, duke përqafuar Rozën. Dhe unë nuk do të bëhem si ti, do të jem më e mirë. Do të gjej një mënyrë për të dalë nga këtu. Kundër të gjitha instinkteve të saj amësore, Roza përfundoi duke rënë dakord. Nevoja ishte më e madhe se frika e saj dhe ndoshta, vetëm ndoshta, dy persona që punonin mund të përshpejtonin procesin e kursimit të parave të mjaftueshme për një fillim të ri. Olja pranoi të punsonte Kiarën me një buzëqeshje që nuk arrinte sytë e saj. Sa e përshtatshme, tha ajo, duke vëzhguar të ren nga kokat e këmbët. Shpresoj që ajo të ketë trashëguar për kushtimin e nënës. Që nga dita e parë u bë e qartë se Olja shitet e Kiara jo vetëm një punonjëse më shumë, por një mundësi për të ushtruar pushtetin në një mënyrë edhe më absolute. Me Rozën kishte një farë kujdesi, në fund të fundit, ajo i dinte të gjitha sekretet e shtëpisë dhe kishte përvojën e viteve. Por Kiara ishte e re, e pa përvojë dhe mjaft e dëshpëruar për të pranuar çdo gjë. Do të fillosh duke pastruar banjat, udhëzoi Olja, duke i dhënë Kiarës një listë detyrash që dukej e pafundme. Dhe shpresoj të kuptosh që këtu punojmë në heshtje. Nuk dua të dëgjoj biseda, të qeshura apo ndonjë zhurmë të panevojshme. Kiara tundi kokën, e vendosur të provonte vlerën e saj. Në javët e para, ajo zgjoi edhe më herët se Roza, punonte në heshtje dhe bindje absolute, dhe binte në krevat e raskapitur çdo natë. Por ajo edhe vëzhgonte. Shite se si Olja poshtëronte punonjësit e tjerë me komente mizore të maskuara si shaka, si krijonte rregulla arbitrare që ndryshonin sipas humorit të saj, si përdorte kërcënime të fshehta për t'i mbajtur të gjithë në një gjendje të vazhdueshme ankthi. Pse e bën këtë? Pyeti Kiara Anën, një nga shërbëtoret e tjera, gjatë një momenti të rrallë kur ishin vetëm në lavanderi. Ana, një grua 25 vjeçare që punonte aty prej 3 vitesh, shikoi nervozisht rreth e rrotull para se të përgjigjej, sepse mundet. Sepse askush nuk i ka thënë kur jo. Dhe pse askush nuk ankohet? Pse askush nuk i tregon zotit Viktor? Ti tregoj çfarë? Ana qeshi hidhur. Që ajo është keqdashëse? Që na trajton keq? Ai as nuk e di që ekzistojmë. Dhe edhe nëse do ta dinte, mendon se ai do t'i besonte fjalës së një shërbëtoreje kundër asaj të fejuarës së tij? Kiara filloi të kuptonte kompleksitetin e situatës. Nuk ishte vetëm puna e vështirë apo punëdhënësit kërkues. Ishte një sistem ku disa njerëz kishin fuqinë të shkatëronin jetën e të tjerëve me një akuzë të thjeshtë, ku dinjiteti ishte një luks që ata nuk mund ta paguanin. Por kishte diçka te Kiara që refuzonte ta pranonte këtë realitet si të pandryshueshëm. Ndoshta ishte rinia, ose ndoshta ishte thjesht intuita se kishte një ndryshim midis respektimit të autoritetit dhe pranimit të mizorisë. Herën e parë që dëshmoi Oljen duke poshtëruar publikisht një nga punonjësit, ndjeu diçka të digjte në gjoksin e saj. Ishte Marko, kopshtari, duke u qortuar me zë të lartë sepse disa gjete kishin rënë në pishin gjatë natës. Ti je i paaft, bërtiste Olja, fytyra e saj e kuqe nga inati. Nuk e di pse humbim kohë dhe para me dik që nuk mund të mbaj asnjë kopsht të pastër. Marko, një burr 50 vjeçar me 2 vajza për të mbajtur, vetëm uli kokën dhe murmuriti falje, duke premtuar se nuk do të ndodhte më. Kiara shtrëngoi grushtet, duke ndier një përzierje inati dhe pafuqie. Donte të thoshte diçka, të bënte diçka, por fjalët e Rozës jehoheshin në mendjen e saj. Të punosh me dinjitet është ndryshe nga të trajtohesh pa respekt. A kishte vërtet një ndryshim? Apo kjo ishte vetëm një mënyrë që Roza ta bënte të pranueshme të papranueshmen? Këto pyetje e mundonin ndërsa vazhdonte punën e saj, duke vëzhguar, duke mësuar dhe, ngadalë, duke formuar një bindje që e tmerronte, diçka duhej të ndryshonte. Javët në vijim sollën një rutinë që dukej se shtrëngohej si një litar rreth qafës së Kiarës. Ajo zgjohej në orën 5 të mëngjesit, një orë para Rozës, për të filluar pastrimin e banjave para se dikush nga familja të zgjohej. Heshtja e shtëpisë në ato momente ishte pothuajse e shenjtë, e thyer vetëm nga tingulli i hapave të saj të kujdesshëm dhe nga uji i rrjedhshëm. Olja dukej se kishte zhvilluar një radar të veçantë për të zbuluar çdo papërsosmëri. Ajo shfaqej në momentet më të papritura, gjithmonë me atë buzëqeshje të ftohtë dhe vëzhguese, duke kërkuar arsye për kritika.
Kiara, thiri ajo një mëngjes, zëri i saj jehoi nëpër korridor. Eja këtu. E reja gëlltiti me vështirësi dhe ju afrua, duart e saj ende të njoma nga lecka e pastrimit. Olja qëndronte në hyrje të sallës së ngrënies, duke treguar një njollë mikroskopike në xhamin e një prej dritareve. Kjo është ajo që ti e quan të pastër, pyeti, zëri i saj i ulët por plot përbuzje. Më falni, zonja Olja. Do ta pastroj përsëri menjëherë, u përgjigj Kiara, duke marrë spërkatësin. Jo, nuk do ta bësh, tha Olja, duke mbajtur krahun e Kiarës me forcë të panevojshme. Do t'i bësh të gjitha dritaret e shtëpisë. Të gjitha. Dhe kur të mbarosh, dua të mi tregosh se cilën prej tyre. Kiara tundi kokën, duke ndjerë faqet e saj të digjeshin nga poshtërimi. Ishin 43 dritare në vilë. Do të duhej gjithë ditën. Oh, dhe Kiara, shtoi Olja rastësisht. Nëna jote më përmendi se ti po mendon të kthehesh në shkollë. Çfarë ideje interesante. Zemra e Kiarës rahu shpejt. Roza nuk ja kishte thënë kur këtë Oljes. Në fakt, prej muajsh nuk kishin folur për studimet, pikërisht sepse të dyja e dinin se ishte një luks i pamundur në atë moment. Unë jo, zonjë. Nuk po mendoj për këtë tani. Sa mirë, buzëqeshi Olja. Sepse do të ishte për të ardhur keq nëse nuk do të kishe kohë ti përkushtoheshe plotësisht punës këtu. Në fund të fundit, nëna jote ka aq shumë nevojë për këtë punë, apo jo? Kërcënimi ishte i qartë, edhe pse i mbështjell me fjalë të sjellshme. Kiara vetëm tundi kokën dhe shkoi të merrte materialet e pastrimit, duke ndjerë një nyje në fy. Ishte gjatë këtyre momenteve që ajo ndjente më shumë mungesën e shkollës. Jo domosdoshmërisht të mësimeve apo provimeve, por të ndjenjes se kishte një të ardhme, se ekzistonin mundësi përtej atyre 4 mureve. Në shkollë, ajo ishte Kiara, një ere inteligjente me ëndra dhe opinione. Aty, ishte vetëm një palë duar më shumë për të shërbyer. Mos e ul kokën kështu, përshpëriti Ana, duke ju afruar kur Olja doli nga dhoma. Ajo e adhuron kur e bëjmë këtë. Si e duron ti, pyeti Kiara, duke filluar të spërkat dritaren e parë. Duke menduar për djalin tim, u përgjigj Ana thjesht. Ai është 4 vjeç dhe beson se mamaja punon në një kështjell. Nuk do të jem unë ajo që do t'ja shkatërroj atë iluzion. Kiara buzëqeshi lehtë. Ana gjithmonë kishte këtë aftësi për të gjetur dritë edhe në situatat më të errëta. Ajo ishte shtatzën prej pak muajsh, diçka që ende nuk ishte e dukshme, por që tashmë e bënte më të lodhur se zakonisht. Dhe ti si e more vesh, pyeti Kiara, duke ulur zërin. Që jam shtatzën, Ana qeshi lehtë. Trupi ynë nuk gënjen. Por mos i thuaj askujt ende, të lutem. Dua të sigurohem si do ta menaxhoj këtë para se të bëhet publike. Kiara premtoi fshehtësi, por një shqetësim u rrit në gjoksin e saj. Si do të reagonte Olja kur ta zbulonte? Një punonjës e shtatzën do të thoshte pushim, zëvendësim i përkohshëm, komplikacione të mundshme. Dhe Olja nuk i pëlqente komplikacionet. Rutina në vilë rregullohej nga rregulla të pashkruara që të gjithë i dinin. Viktor dilte herët për në zyrë dhe kthehej vetëm në fund të pasdites, zakonisht i raskapitur dhe i interesuar vetëm për të darkuar në paqe. Në fundjavë, ai priste klient ose udhëtonte për takime të rëndësishme. Olja mbretëronte absolute gjatë mungesës së tij, duke e kthyer shtëpinë në mbretërinë e saj private. Ajo nuk ka qenë gjithmonë kështu, komentoi Roza një natë, ndërsa organizonin kuzhinën pas darkës. Në fillim, kur erdhi, ishte pothuajse e sjellshme. Çfarë ndryshoi? Pyeti Kiara. Roza nguroi, sikur po vendoste nëse duhej apo jo të ndante vëzhgimet e saj. Pushteti, tha ajo më në fund. Ajo zbuloi se mund të bënte çfarë të donte pa pasoja. Kiara vëzhgoi nënën e saj me kujdes. Roza ishte më e dobët, rrafët e zinj nën sy më të theksuar, por kishte diçka ndryshe në sytë e saj. Një vendosmëri që nuk ishte aty më parë. Nën, çfarë po mendon? Po mendoj se ndoshta është koha të fillojmë të bëjmë plane, tha Roza me zë të ulët. Plane për të dalë nga këtu. Këto fjalë jehoheshin në mendjen e Kiarës për ditët në vijim. Të dilte nga aty gjithmonë kishte dukur si një ëndër e pamundur, diçka për një të ardhme të largët dhe të pasigurt. Por mënyra se si Roza kishte folur sugjeronte diçka më konkrete, më afër. Mundësia për të kuptuar më mirë erdhi një të enjte pasdite.
Viktor kishte mbërritur më herët duke sjellë me vete një klient të rëndësishëm nga kryeqyteti. Olja ishte në elementin e saj duke organizuar një darkë të përpunuar dhe duke u siguruar që çdo detaj të ishte perfekt. Dua që gjithçka të jetë e patëmet, udhëzoi ajo punonjësit e mbledhur në kuzhinë. Ky klient përfaqëson një mundësi shumë të rëndësishme për Viktorin dhe nuk do të lejoj që asgjë të shkojë keq. Kiara u caktua të shërbente pijet gjatë takimit në zyrë. Ishte hera e parë që hynte në atë ambient që kur kishte filluar të punonte aty. Zyra e Viktorit ishte mbresëlënëse me raftet e librave nga dy shemeja në tavan, një tavolinë imponuese prej druri të kuq dhe piktura që dukeshin të vlefshme duke zbukuruar muret. Viktor po shpjegonte diçka rreth investimeve imobiliare klientit, një burr më i moshuar me flokë të thinjur dhe një kostum të shtrenjtë. Kiara shërbeu pijet në heshtje, duke u përpjekur të ishte e padukshme si gjithmonë. Kjo pronë ka potencial të jashtëzakonshëm, thoshte Viktor, duke treguar grafikët e shpërndarë mbi tavolinë. Vendodhja është privilegjuar dhe me rinovimet e duhura mund të trefishojmë vlerën në 5 vjet. Po banorët aktual, pyeti klienti. Do të zhvendosen natyrisht. Tashmë kemi negociata në zhvillim për të gjetur alternativa të përshtatshme. Kiara kuptoi se po flisnin për një projekt zhvillimi urban në një nga lagjet më të varfra të qytetit. Familjet do të dëboheshin nga shtëpitë e tyre për t'u lënë vend ndërtimeve luksoze. Natyrshmëria me të cilën Viktor diskutonte këto jetë si numra në një fletë llogaritse e shqetësoi thellësisht. Kiara, tha Viktor pa pritur, duke vënë re praninë e saj. A mund të sillni më shumë akull, ju lutem? Sigurisht, zotëri, u përgjigj ajo, duke dalë shpejt. Por fjalët e tij kishin tërhequr vëmendjen e klientit. Punonjëse e re, komentoi ai. Jeni këtu prej shumë kohësh? Vetëm disa javë, u përgjigj Viktor shpërqendrueshëm. Vajza e një prej shërbëtoreve më të vjetra. Olja mendoi se do të ishte një shtesë e mirë për ekipin. Kur Kiara u kthye me akullin, klienti e vëzhgoi me më shumë vëmendje. Dhe ti, e re, nuk duhet të ishe në shkollë? Pyetja i zuri të gjithë në befasi. Viktor dukej se e pa vërtet Kiarën për herë të parë, duke vënë re moshën e saj dhe çuditshmërinë e situatës. Unë jam në pushim nga studimet, zotëri, u përgjigj Kiara me kujdes. Pushim, këmbënguli klienti. Në çfarë moshe? 17 vjeç, zotëri. Një heshtje e pakëndshme zuri zyrën. Viktor rrudhi vetullat, sikur po bënte llogaritje në kokën e tij. Klienti tundi kokën me mosmiratim. Viktor, ti e di që punësimi i të miturve jashtë orarit shkollor mund të sjellë komplikacione ligjore, apo jo? Kiara pa sikletin të pushtonte fytyrën e Viktorit. Ishte e qartë se ai nuk kishte marrë kur mundimin të verifikonte moshën e punonjësve apo të vinte në dyshim vendimet e Oljes për punësimet. Sigurisht, tha Viktor shpejt. Kjo do të sqarohet. Kiara doli nga zyra me zemrën që i rrite fort, duke ditur se kishte dëshmuar diçka të rëndësishme. Viktor ishte vërtet i befasuar kur zbuloi moshën e saj, gjë që sugjeronte se Olja e kishte fshehur këtë informacion qëllimisht. Më vonë atë natë, pasi klienti u largua, Kiara dëgjoi zëra të lartë që vinin nga dhoma kryesore. Viktor dhe Olja po debatonin dhe ndonë se nuk mund të dëgjonte fjalët e sakta, toni ishte qartësisht i konfrontimit. Çfarë mendon se po diskutonin? Pyeti Ana kur Kiara ndau informacionin. Shpresoj që ai ta ketë kuptuar se si është ajo në të vërtetë, tha Roza me zë të ulët, duke ju bashkuar bisedës. Por shpresat e tyre u zhgënjyen shpejt. Të nesërmen në mëngjes, Olja ishte edhe më e irrituar se zakonisht, duke shfryrë zemërimin e saj ndaj të gjithë punonjësve. Dukej se diskutimi me Viktorin nuk kishte sjellë ndryshimin që ata prisnin. Duket se dikush ka folur shumë dje, tha Olja gjatë inspektimit të mëngjesit, shikimi i saj i fiksuar te Kiara. Shpresoj që të gjithë të kuptojnë rëndësinë e mbajtjes së bisedave të përshtatshme me të ftuarit. Kërcënimi ishte i qartë. Çdo përpjekje për të kërkuar ndihmë nga jashtë do të shihej si tradhti dhe do të dënohej në mënyrë të përshtatshme. Por diçka kishte ndryshuar në ajrin e vilës. Viktor filloi të shfaqej në shtëpi më herët, duke vëzhguar me më shumë vëmendje atë që ndodhte rreth tij. Nuk ndërhynte drejt për drejt, por prania e tij krijonte një tension të ndryshëm, sikur të gjithë e dinin se po vlerësoheshin. Kiara vuri re se ai e vëzhgonte atë në mënyrë të veçantë, sikur po përpiqej të kuptonte diçka që nuk mund ta formulonte. Kishte kuriozitet në shikimin e tij dhe ndoshta edhe një shkëndij faji.
Ishte fillimi i një ndryshimi të hollë, por domethënës. Sistemi që dukej aq i fortë filloi të tregonte çarjet e tij të para, dhe Kiara gjendej në qendër të një stuhje që ajo ende nuk e kuptonte plotësisht. Muaji qershor erdhi duke sjellë një të ftohtë të pazakontë për rajonin dhe me të një sër ndryshimesh të hollë por domethënëse në dinamikën e vilës. Viktor kishte anuluar 2 udhëtime biznesi dhe kalonte më shumë kohë në shtëpi, duke punuar në zyrë ose duke shëtitur në përkopshte me një shprehje të menduar që askush nuk dinte si ta interpretonte. Olja, nga ana tjetër, dukej se e interpretonte praninë më të vazhdueshme të fejuarit si një mundësi për të demonstruar kontrollin e saj absolut mbi shtëpinë. Inspektimet e saj u bën më të rrepta, kritikat e saj më të mprehta dhe kënaqësia e saj për të poshtëruar punonjësit më e dukshme. Ana, thiri ajo një mëngjes, duke e gjetur atë duke organizuar bibliotekën. Ti dukesh më e ngadalët se zakonisht. A ka ndonjë problem që duhet ta di? Ana, e cila ishte në muajin e tretë të shtatzënisë dhe kishte filluar të ndjente të vjella në mëngjes, nguroi para se të përgjigjej. Jo, zonja Olja. Vetëm pak e lodhur. Do të kaloj. Shpresojmë, tha Olja, duke rrethuar Anën si një grabitqar që studion prenë e tij. Sepse nuk toleroj punonjës që nuk mund të mbajnë ritmin e duhur të punës. Kiara, e cila po pastronte një vazo aty pranë, vëzhgoi skenën me shqetësim në rritje. Ajo mund të shihte se sa e zbet ishte Ana, si i dridheshin pak duart ndërsa organizonte libra. Donte të thoshte diçka, të ofronte ndihmë, por e dinte se çdo ndërhyrje vetëm do ta përkeqësonte situatën. Në fakt, vazhdoi Olja, sikur një ide keqtash se sapo i kishte ardhur, kam vënë re se disa punonjës duket se po çlirohen nga detyrimet e tyre. Ndoshta është koha për një rivlerësim të përgjithshëm. Fjalët mbartnin një kërcënim të fshehtë që të gjithë e kuptuan menjëherë. Rivlerësimi i përgjithshëm nënkuptonte mundësinë e pushimeve nga puna, të familjeve të tëra që humbnin burimin e tyre të ardhurave. Pasi Olja u largua, Ana u ul rënd në një nga koltukët, duke vënë dorën në gjoks sikur kishte vështirësi në frymëmarrje. Ana, je mirë? Pyeti Kiara me zë të ulët, duke ju afruar. Jam mirë, vetëm më duhet një moment, u përgjigj Ana, por fytyra e saj ishte më e zbehtë se më parë. Kiara shikoi rreth e rrotull, duke u siguruar se ishin vetëm, dhe më pas u ul në gjunjë pranë koltukut. Duhet t'u tregosh atyre për foshnjën. Ata nuk mund të pushojnë nga puna një grua shtatzën. Ana qeshi hidhur. Ti vërtet beson se kjo do të bënte ndonjë ndryshim për të? Olja do të gjente një mënyrë për të më pushuar nga puna pa e bërë të duket se kishte lidhje me shtatzënin. Një punonjëse jo efikase, ndoshta. Ose dikush që nuk përshtatet me nevojat e shtëpisë. Por Zoti Viktor. Zoti Viktor bën atë që ajo dëshiron, ndërpreu Ana butësisht. Ti ende nuk e ke kuptuar? Ai mund të jetë pronari i shtëpisë, por ajo është ajo që vërtet komandon këtu. Këto fjalë jehoeshin në mendjen e Kiarës për ditët në vijim. Ajo vëzhgoi Viktorin me më shumë vëmendje, duke vënë re se si ai shmangte konfliktet e drejtpërdrejta me Oljen, si duke i pakëndshëm por i paftë të vepronte kur dëshmonte poshtërimet e saj ndaj punonjësve. Një pasdite, ndërsa shërbente çaj në zyrë, Kiara dëgjoi Viktorin duke marrë një telefonat të rëndësishme. Ishte për projektin imobiliar që kishte diskutuar javë më parë me klientin. Po, e kuptoj shqetësimin e familjeve, thoshte Viktor, zëri i tij i lodhur. Por ti e di si është zhvillimi urban gjithmonë sjell këtë lloj komplikacioni. Komplikacion. Ishte kështu që ai referoi vuajtjes së njerëzve që do të humbnin shtëpitë e tyre. Kiara pyeti veten nëse ai vërtet nuk e shihte humanitetin pas numrave, apo nëse thjesht kishte mësuar të mos shikonte shumë nga afër. Kur mbaroi telefonatën, Viktor qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, duke parë nga dritarja me një shprehje që Kiara nuk mund ta deshifronte. Dukeshin pothuajse i penduar. Më falni, zotëri, tha ajo me zë të ulët. A mund t'i marr filxhanët? Viktor u kthye, sikur kishte harruar praninë e saj. Po. Sigurisht. Por më pas nguroi. Kiara, a mund të bëj një pyetje? Zemra e saj rrahu shpejt. Sigurisht, zotëri. Ti je e lumtur duke punuar këtu? Pyetja e zuri plotësisht në befasi. Askush nuk e kishte pyetur kurrë për ndjenjat e saj, opinionet apo dëshirat. Unë jam mirënjohëse për mundësinë, zotëri, u përgjigj ajo me kujdes.
Kjo nuk ishte ajo që pyeta, tha Viktor, dhe për herë të parë, zëri i tij tingëlloi vërtet i interesuar për përgjigjen. Kiara e shikoi atë, duke u përpjekur të kuptonte nëse ishte një kurth apo një moment ndeshmërie të vërtetë. Kishte diçka në sytë e tij që sugjeronte sinqeritet, ndoshta edhe faj. Unë bëj atë që duhet të bëj për të ndihmuar familjen time, tha ajo më në fund. Viktor tundi kokën ngadalë, sikur ajo përgjigje të kishte konfirmuar diçka që ai tashmë e dyshonte. Po studimet e tua? Nuk të mungon shkolla? Çdo ditë, përgjigjja doli para se Kiara të mund të censuronte veten. Një heshtje e pakëndshme u vendos mes tyre. Viktor dukej se po luftonte me diçka brenda vetes, duke hapur dhe mbyllur gojen sikur donte të thoshte diçka, por nuk dinte si. Zotëri, pyeti Kiara kur heshtja u bë pothuajse e padurueshme. Asgjë, tha ai shpejt. Ti mund të shkosh. Por ajo pa se si ai e vëzhgoi kur ajo doli dhe kishte diçka ndryshe në shikimin e tij. Për herë të parë, Kiara u ndje e parë si një person i vërtet, jo vetëm si një objekt tjetër në shtëpi. Ky ndryshim i holl nuk kaloi pa u vënë re nga Olja. Ajo filloi të vëzhgonte ndërveprimet midis Viktorit dhe punonjësve me më shumë vëmendje, veçanërisht ato që përfshinin Kiarën. Viktori duket se po interesohet më shumë për çështjet shtëpiake kohët e fundit, komentoi ajo rastësisht gjatë darkës, një vëzhgim që të gjithë punonjësit e pranishëm në sallën e ngrënies mund ta dëgjonin. Thjesht po sigurohem që gjithçka po funksionon siç duhet, u përgjigj Viktor, por zëri i tij tingëlloi mbrojtës. Sa mirë, buzëqeshi Olja, por kishte akull në shprehjen e saj. Megjithse mendoj se ti nuk duhet të shqetësohesh për këto detaje. Për këtë jam unë këtu, apo jo? Kiara, e cila po shërbente ëmbëlsirën, ndjeu tensionin në ajër si një litar gati për t'u këputur. Ajo mund të shihte Viktorin duke u tkurrur pak, duke u kthyer në qëndrimin e tij të zakonshëm për të shmangur konfliktet. Më vonë atë natë, Olja thiri një takim me të gjithë punonjësit. Ishte diçka e pazakontë dhe që i bëri të gjithë nervoz. Kam vënë re, filloi ajo, duke ecur para 5 punonjësve të mbledhur në kuzhinë, që disiplina në këtë shtëpi është çliruar. Biseda të panevojshme, pyetje të papërshtatshme dhe një mungesë e përgjithshme respekti për hierarkinë. Shikimi i saj u ndal veçanërisht te Kiara kur tha këto fjalë. Dua ta bëj shumë të qartë se kjo sjellje nuk do të tolerohet. Çdo punonjës që nuk mund të mbajë standardet e duhura do të shkarkohet menjëherë, pa paralajmërim apo rekomandime. Marko, kopshtari, kolliti nervozisht. Zonja Olja, të gjithë po bëjmë më të mirën tonë. Mos më ndërprit, ndërpreu Olja thatë. Dhe me qenë se ti ofrove të flasësh i pari, Marko, si thua të shpjegosh pse gjeta gjethen në pishin përsëri këtë mëngjes? Zonjë, ishte era gjatë natës. Unë e pastrova 11 herë dje, por 11 herë, Olja qeshi ftohtë. Nëse vërtet do ta kishe pastruar 11 herë, nuk do të kishte gjethe sot, apo jo? Kiara vëzhgoi fytyrën e Markos të shtrembërohej nga poshtërimi dhe inati i përmbajtur. Ai ishte mbi 50 vjeç, kishte punuar aty prej 4 vitesh dhe po trajtohej si një fëmijë i keq. Marko, vazhdoi Olja, ke një javë kohë për të provuar se mund ta mbash kopshtin në kushte të përshtatshme. Përndryshe, do të gjejmë dikë më kompetent. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Të gjithë e dinin se ajo që po ndodhte aty nuk kishte të bënte me gjethet në pishin apo standardet e pastrimit. Kishte të bënte me pushtetin, kontrollin dhe frikën. Ishte Roza ajo që më në fund theu heshtjen. Kuptojmë, zonja Olja. Të gjithë do të bëjmë më të mirën tonë. Shpresojmë, tha Olja, por sytë e saj mbetën të fiksuar te Kiara. Sidomos duke marrë parasysh se disa njerëz këtu duket se kanë harruar sa me fat janë që kanë këtë punë. Pasi Olja u largua, punonjësit qëndruan në heshtje për një kohë të gjatë. Kërcënimi kishte qenë i qartë, çdo shenjë rezistence apo pyetjeje do të dënohej me humbjen e punës. Ajo po bëhet më keq, përshpëriti Ana, duke u mbështetur në lavaman me një shprehje të dëshpëruar. Ka frikë nga diçka, vëzhgoi Roza me zë të ulët. Njerëz të tillë bëhen më mizor vetëm kur ndihen të kërcënuar. Të kërcënuar nga çfarë? Pyeti Kiara. Roza shkëmbeu një shikim domethënës me Markon para se të përgjigjej. Nga ndryshimet. Nga pyetjet. Nga njerëzit që bëjnë pyetje që ajo nuk dëshiron t'u përgjigjet. Atë natë, Kiara ushtri në krevatin e saj të ngushtë, duke dëgjuar frymëmarrjen e rëndë të Rozës pranë saj.
Mendja e saj vlonte me gjithçka që kishte vëzhguar dhe përjetuar në javët e fundit. Viktor që dukej se po zgjohej në realitetin e shtëpisë së tij. Olja që bëhej më mizore dhe e dëshpëruar çdo ditë. Ana që fshihte një shtatzëni që mund t'i kushtonte punën. Marko që poshtëroi për krime inekzistente. Dhe ajo, Kiara, në qendër të gjithë kësaj, duke ndjerë diçka të rritej brenda saj që nuk mund ta injoronte më. Ishte më shumë se inat apo shgënjim. Ishte një bindje në rritje se kishte një ndryshim themelor midis pranimit të vështirësive dhe pranimit të padrejtësisë. Fjalët e nënës së saj jehoeshin në mendjen e saj, të punosh me dinjitet është ndryshe nga të trajtohesh pa respekt. Por çfarë nëse nuk mund të kishe njërin pa tjetrin? Çfarë nëse sistemi ishte ndërtuar në atë mënyrë që dinjiteti dhe respekti ishin luks i pamundur për njerëz si ata? Kiara mbylli syt, por gjumi nuk i erdhi lehtë. Diçka po ndryshonte brenda saj, një vendosmëri që e tmerronte dhe e frymëzonte në të njëjtën kohë. Ende nuk e dinte se çfarë do të bënte me këtë ndjenjë, por e dinte se nuk mund të pretendonte më se ajo nuk ekzistonte. Dita që do të ndryshonte gjithçka filloi si çdo ditë tjetër, me shiun që godiste dritaret dhe tingullin e njohur të hapave të shpejtë të punonjësve që përgatisnin shtëpinë për një ditë tjetër. Kiara u zgjua para ziles së alarmit, siç ishte bërë zakoni i saj, dhe gjeti Rozën tashmë në kuzhinë, duke përgatitur kafen me lëvizje më të ngadalta se zakonisht. Nën, a flete mirë? Pyeti ajo, duke vënë re rrathët e zinj më të theksuar në fytyrën e Rozës. Pata disa ëndra të çuditshme, u përgjigj Roza në mënyrë të paqartë. Ëndra për ndryshime. Kishte diçka profetike në ato fjalë që Kiara do ta kuptonte vetëm më vonë. Për momentin, ajo u përqendrua në detyrat e saj të mëngjesit, duke filluar me pastrimin e katit të sipërm, ndërsa familja ende flinte. Mëngjesi kaloi pa incidente deri rreth orës 10, kur Olja zbriti për mëngjes në një humor veçanërisht të errët. Viktor kishte dalë herët për një takim dhe nuk do të kthehej deri në fund të pasdites, duke e lënë Oljen me kontroll të plotë mbi mjedisin shtëpiak. Ana, thiri ajo, zëri i saj preu ajrin si një te. Eja këtu menjëherë. Ana ishte në sallonin e ndenjes, duke rregulluar jastëkët e divanit me lëvizje të kujdesshme. Në muajin e 4 të shtatzënisë, të vjellat e mëngjesit ishin intensifikuar dhe ajo luftonte për të mbajtur ritmin normal të punës pa zbuluar gjendjen e saj. Po, zonja Olja, u përgjigj Ana, duke ju afruar me kujdesin e dikujt që tashmë i njihte mirë humoret e paparashikueshëm të patrones. Shpjegoma këtë, tha Olja, duke treguar një shenjë të vogël ujë në tavolinën qendrore prej xhami. Ishte pothuajse e padukshme, ndoshta e shkaktuar nga një gotë e vendosur pa mbrojtje gjatë mëngjesit. Më falni, zonjë. Do ta pastroj menjëherë, tha Ana, duke marrë një leckë dhe duke filluar të heqë shenjën. Nuk është puna të pastrosh tani, tha Olja, zëri i saj i ulët por plot helm. Është puna e kompetencës. Është puna e vëmendjes ndaj detajeve. Është puna e respektit për objekte që kushtojnë më shumë se sa fiton ti në një vit. Kiara, e cila po pastronte me fshes korridorin ngjitur, ndaloi punën e saj për të vëzhguar skenën. Kishte diçka ndryshe në tonin e Oljes sot, një mizori më e mprehtë se zakonisht. Zonjë, vërtet më vjen keq. Nuk do të ndodh më, tha Ana, zëri i saj pak i dridhur. Nuk do të ndodh vërtet, u pajtua Olja, sepse ti do të bësh gjithë pastrimin e kësaj dhome përsëri. Dhe pas bibliotekës. Dhe pas zyrës. Dhe do t'i bësh të gjitha këto derisa unë të jem e kënaqur me rezultatin. Ana tundi kokën, por Kiara mund të shihte se sa e zbeth ishte ajo, si mbante diskretisht anën e divanit për t'u mbështetur. Shtatzënia po merrte taksën e saj dhe perspektiva e orëve shtesë të punës intensive e shqetësonte qartësisht. Në fakt, vazhdoi Olja, sikur një ide keqtash se sapo i kishte ardhur, do të qëndroj këtu për të mbikëqyrur personalisht. Dua të sigurohem që çdo centimetër të pastrohet siç duhet. Ajo që pasoi ishte një nga demonstratat më mizore të pushtetit që Kiara kishte dëshmuar ndonjëherë. Olja u vendos në koltukun kryesor të dhomës dhe filloi të drejtonte çdo lëvizje të Anës me kritika të vazhdueshme dhe poshtërime të kalkuluara. Më fort në xham. Ti vetëm po shpërndan pa pastërtin. Ky qoshe është i ndotur. Ti as nuk e shikuar siç duhet. Pse po lëviz kaq ngadalë? Gjyshja ime 80 vjeçare do ta pastronte më shpejt.
Ana punonte në heshtje, por Kiara mund të shihte se si duart e saj filluan të dridheshin pak, si shfaqeshin pika të vogla djerse në ballin e saj pavarësisht të ftohtit. E reja shtatzën po sforcohej qartësisht përtej kufive të saj. Zonjë, tha Ana më në fund, zëri i saj pothuajse një përshpëritje, a mund të kem një gotë ujë? Ndihem pak e trullosur. E trullosur, Olja qeshi ftohtë. Nga çfarë? Nga pastrimi i një dhome? Çfarë lloj punonjëse je nëse nuk mund të bësh as punën tënde bazë pa u ndier keq? Unë mund të vazhdoj, tha Ana shpejt, vetëm më duhet një moment. Ti mund të vazhdosh kur unë të them se mundesh, ndërpreu Olja. Dhe unë nuk e thash. Ishte në këtë moment që Ana, duke u përpjekur të përkulej për të pastruar pjesën e poshtme të tavolinës, humbi pak ekuilibrin dhe u përplas me një vazo dekorative. Nuk ishte një vazo e vlefshme, vetëm një pjesë e zakonshme dekorative, dhe as nuk u thye, vetëm u zhvendos disa centimetra nga pozicioni i saj origjinal. Por për Oljen, kjo ishte justifikimi që ajo priste. E paaft, bërtiti ajo, duke u ngritur nga koltuku me një zemërim disproporcional. Pothuajse shkatërrove një pjesë dekorative. Zonjë, nuk u thye asgjë, vetëm. Mos më thuaj çfarë ndodhi apo nuk ndodhi, bërtiti Olja, duke ju afruar Anës me grushtet e shtrënguara. Ti je një punonjëse e padobishme, e ngathët dhe e paaftë. Dhe pastaj ndodhi. Olja, e verbër nga inati dhe pushteti absolut, e shtyu Anën me forcë të mjaftueshme për ta bërë atë të humbas ekuilibrin dhe të bjerë rënd mbi divan. Dora e saj shkoi instinktivisht për të mbrojtur barkun e saj ende diskretisht të rrumbullakosur. Zonjë, ju lutem, përshpëriti Ana, lotët filluan t'i dilnin nga sy. Unë jam. Ti e çfarë? Kërkoi Olja, fytyra e saj e shtrembëruar nga inati. Me ndonjë justifikim patetik për paftësinë tënde? Jam shtatzën, tha Ana më në fund, zëri i saj i thyer. Jam shtatzën dhe më lëndua. Për një moment, ishte heshtje absolute në dhomë. Pastaj Olja qeshi, një tingull i ftohtë dhe mizor që i ngriu gjakun Kiarës. Shtatzën, tha ajo, sikur fjala të ishte diçka e neveritshme. Dhe ti mendon se kjo të jep ndonjë lloj privilegji të veçantë? Mendon se mund ta përdorësh këtë si justifikim për të qenë dembele dhe e paaftë? Ju lutem, zonjë. Ju lutem, asgjë, ndërpreu Olja, duke ngritur dorën përsëri. Punonjëset shtatzëna janë një problem. Ndoshta është koha për të zgjidhur këtë problem. Ajo ju afrua Anës përsëri, qartësisht duke synuar të vazhdonte agresionin, dhe ishte në këtë moment që diçka brenda Kiarës thjesht shpërtheu. Stop! Fjala doli nga fyti i saj si një klithmë primitive, duke jehoj në përvil me një forcë që befasoi edhe vetë atë. Kiara lëshoi fshesën me korrent dhe vrapoi në dhomë, duke u vendosur fizikisht midis Oljes dhe Anës. Dil përpara, fërshëlleu Olja, por kishte një befasi të vërtet në zërin e saj. Askush nuk i kishte bërtitur kurrë asaj, aq më pak një punonjëse adoleshente. Jo, tha Kiara, dhe këtë herë zëri i saj ishte më i fortë, megjithse trupi i saj dridhej nga frika dhe adrenalina. Nuk do të dalë përpara. Si guxon, pyeti Olja, por pas inatit kishte diçka që dukej pothuajse frikë. Ajo është shtatzën, tha Kiara, duke shtrirë krahët për të mbrojtur Anën. Ajo është shtatzën dhe ti nuk mund ta lëndosh. Unë mund të bëj çfarë të dua në këtë shtëpi, u përgjigj Olja, por zëri i saj kishte humbur pak nga besimi i mëparshëm. Jo, tha Kiara përsëri, dhe këtë herë fjalët erdhën nga një vend i thellë brenda saj, një vend ku ishte rritur një bindje e palëkundur. Nuk mundesh. Jo me të. Jo me mua. Jo me askën. Dy gratë u shikuan në heshtje të tensionuar. Kiara ndjente zemrën e saj që rrite aq fort sa dukej se do të shpërthente, ndjente djersën e ftohtë që i rrifte në shpinë, ndjente frikën reale se familja e saj do të hidhej në rrugë për shkak të impulsivitetit të saj. Por ajo ndjente edhe diçka tjetër. Ndihej gjallë në një mënyrë që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Ndihej sikur më në fund po ishte vetvetja. Ana, tha ajo butësisht, pa i hequr syt nga Olja, shko në kuzhinë. Kërkoi nënës sime të bëj një çaj të ngrohtë. Ana nguroi, duke parë midis Kiarës dhe Oljes me syt ende plot lodh. Shko, përsëriti Kiara, më fort. Ana doli nga dhoma ngadalë, ende duke mbajtur barkun, dhe Kiara mbeti vetëm me Oljen, duke mbajtur qëndrimin e saj mbrojtës edhe pa pasur askën tjetër për të mbrojtur. Ti, tha Olja ngadalë, sapo bëre gabimin më të madh të jetës tënde.
Ndoshta, u përgjigj Kiara, duke u befasuar nga qëndrueshmëria në zërin e saj. Por nuk pendohem. Ti dhe familja jote do të jeni në rrugë para perëndimit të diellit, kërcënoi Olja. Nëse kjo është ajo që do të ndodhë, tha Kiara, të paktën do të largohemi nga këtu me dinjitetin ton. Ishte në këtë moment që dëgjuan derën e përparme të hapet. Viktor ishte kthyer më herët nga takimi i tij, ndoshta i tërhequr nga klithmat që kishin njehoj nëpër shtëpi. Hapat e tij po i afroheshin dhomës, dhe si Kiara ashtu edhe Olja e dinin se gjithçka do të ndryshonte në minutat në vijim. Ajo që asnjëra prej tyre nuk priste ishte se si do të reagonte Viktor ndaj asaj që ishte gati të zbulonte për shtëpinë e tij. Viktor hyri në dhomë duke rregulluar ende kravatën, me shprehjen e shpërqendruar të dikujt që sapo kishte dalë nga një takim i ndërlikuar. Por shprehja e tij ndryshoi menjëherë kur pas skenën para tij. Kiara qëndronte në pozicion mbrojtës me fytyrën e skuqur dhe frymëmarrjen e shpejtuar, dhe Olja me një shprehje furie që ai nuk e kishte parë kurrë më parë. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti, shikimi i tij duke alternuar midis dy grave. Viktor, tha Olja shpejt, duke shtrënguar një buzëqeshje që nuk arrinte sytë e saj, sa mirë që mbërrite. Kishim një keqkuptim të vogël me një nga punonjësit. Keqkuptim, përsëriti Kiara para se të mund të përmbahej, zëri i saj ende plot adrenalin. Viktor rudhi vetullat duke vënë re tensionin në ajër dhe gjendjen qartazi të ndryshuar të dyjave. Çfarë lloj keqkuptimi? Asgjë e rëndësishme, u përgjigj Olja shpejt. Vetëm një punonjëse që harroi vendin e saj dhe duhej të udhëzohej. Udhëzohej, zëri i Viktorit mori një ton më serioz. Ai e njihte Oljen prej 2 vitesh dhe megjithse e dinte që ajo mund të ishte kërkuese, nuk e kishte parë kurrë këtë shprehje grabitqare në fytyrën e saj. Kiara shikoi Viktorin duke vlerësuar shpejt nëse duhej të fliste. Frika ishte ende aty, por kishte edhe kujtimin e freskët të Anës që ra në divan, duke mbrojtur instinktivisht foshnjën që po rritej brenda saj. Zotëri, filloi ajo, zëri i saj duke u dridhur pak, Ana është shtatzën, dhe zonja Olja e shtyu kur ajo. Gënjeshtër, ndërpreu Olja me dhunë. Kjo vajzë po shpik histori për të mbuluar mosbindjen e saj. Viktor i shikoi përsëri, por tani kishte diçka ndryshe në shikimin e tij. Për herë të parë, dukej se po i kushtonte vërtet vëmendje. Ku është Ana tani? Pyeti. Në kuzhinë, u përgjigj Kiara. Ajo ishte e frikësuar. Viktor tundi kokën ngadalë dhe më pas bëri diçka që i befasoi të dyja, u drejtua drejt kuzhinës pa thënë asnjë fjalë më shumë. Olja e ndoqi shpejt dhe Kiara, pas një momenti ngurimi, gjithashtu shkoi pas. Në kuzhinë gjetën Anën ulur në një nga karriget, me Rozën pranë saj duke i ofruar një filxhan çaj. Sytë e Anës ishin të kuq nga të qarët dhe ajo mbante një nga duart e Rozës sikur të ishte një shpëtim. Ana, tha Viktor butësisht duke ju afruar. Je mirë? Ana e shikoi me befasi. Në 3 vjet që punonte në shtëpi, Viktor nuk i ishte drejtuar kurrë asaj drejt për drejt, aq më pak me këtë ton shqetësimi të vërtetë. Zotëri, filloi ajo, por zëri i saj u ndërpre. Është e vërtetë që je shtatzën? Pyeti Viktor me butësi. Ana tundi kokën, lok të rinj i dilnin nga sytë. Po, zotëri. 4 muaj. Viktor u kthye nga Olja, e cila qëndronte në hyrje të kuzhinës me një shprehje mbrojtëse. Dhe është e vërtetë që ti je shtyve? Viktor, po u beson fjalës së punonjëseve kundër fjalës sime? Pyeti Olja, me indinjat të shtirur në zë. Po pyes çfarë ndodhi, u përgjigj Viktor, por kishte një ftohtësi në zërin e tij që Kiara nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Roza, e cila kishte qëndruar në heshtje, më në fund foli, zoti Viktor, me gjithë respekt, ndoshta duhet ta lëm Anën të pushoj pak. Ajo pati një tronditje. Viktor shikoi Rozën sikur po e shihte për herë të parë. Kishte diçka në qëndrimin e saj, në mënyrën e kujdesshme me të cilën ajo mbronte Anën, që preku diçka brenda tij. Sigurisht, tha ai. Ana, je e liruar për pjesën tjetër të ditës. Pushoni. Por zotëri, unë mund të punoj, filloi Ana. Jo, tha Viktor me vendosmëri. Pushoni. Dhe urime për foshnjën. Mirësia e thjeshtë e atyre fjalëve bëri që Ana të fillonte të qante përsëri, por këtë herë ishin lot lehtësimi. Për muaj të tërë ajo kishte jetuar me frikën e tregimit për shtatzënin, duke pritur refuzim ose pushim nga puna. Viktor, tha Olja, zëri i saj duke marrë një ton të rrezikshëm, më duhet të flas me ty vetëm.
Viktor tundi kokën, por para se të dilte, ju drejtua Kiarës, faleminderit që u kujdeset për Anën. Ishin fjalë të thjeshta, por plot domethënie. Për herë të parë, Kiara ndjeu se veprimet e saj ishin parë dhe vlerësuar nga dikush në pozicion autoriteti. Kur Viktor dhe Olja dolën nga kuzhina, një heshtje e tensionuar zuri ambientin. Roza përqafoi vajzën e saj dhe Kiara mund të ndjente se si duart e nënës dridheshin pak. Zoti i madh, Kiara, përshpëriti Roza. Çfarë bëre? Atë që ishte e drejtë, u përgjigj Kiara, por zëri i saj dridhej. Nën, nuk mund ta lija ta lëndonte Anën. E di, e dashur. E di. Por pasojat. Nga kati i sipërm, vinin deri tek ata zëra të larë. Viktor dhe Olja po debatonin, dhe ndonë se nuk mund të dëgjonin fjalët e sakta, toni ishte qartësisht i konfrontimit. Marko u shfaq në kuzhinë, sytë e tij të zgurdulluar nga befasi. Çfarë ndodhi? Dëgjova klithma. Roza shpjegoi shpejt situatën dhe Marko tundi kokën me një përzierje admirimi dhe shqetësimi. Kiara, ke guxim, tha ai. Por guximi mund të jetë i rrezikshëm në këtë shtëpi. Ndoshta është koha që guximi të shfaqet në këtë shtëpi, tha Ana me zë të ulët, zëri i saj ende i dobët por i vendosur. Sa kohë kemi duruar këtë në heshtje? Ana ka të drejtë, tha Roza ngadalë, sikur po arrinte në një përfundim të vështirë. Kiara hapi një derë që nuk mund të mbyllet përsëri. Lart, diskutimi dukej se po intensifikoi. Ata mund të dëgjonin Oljen duke folur me zë të lartë, megjithse nuk mund të dallonin fjalët. Përgjigjja e Viktorit ishte më e ulët, më e kontrolluar, por po aq e vendosur. Pas asaj që dukej si një përjetësi, dëgjuan hapa që zbrisnin shkallët. Viktor u shfaq në kuzhinë vetëm, me një shprehje të menduar dhe të lodhur. Roza, tha ai, a mund të flas me mua një moment? Në zyrë? Roza shikoi nervozisht Kiarën para se të tunte kokën. Sigurisht, zotëri. Kur ata dolën, Ana u kthye nga Kiara, ti ndryshove gjithçka sot. Shpresoj ta kuptosh këtë. Ndryshova për mirë apo për keq, pyeti Kiara. Ende nuk e dim, u përgjigj Marko sinqerisht. Por ndryshimi gjithmonë i frikson ata që kanë pushtet. Në zyrë, Viktor i bëri shenjë Rozës të ulej në një nga koltukët e lëkurës. Ishte hera e parë në 15 vjet që ajo hynte në atë ambient si diçka më shumë se një punonjëse që pastronte. Roza, filloi Viktor, prej sa kohësh punoni këtu? 15 vjet, zotëri, u përgjigj ajo, duke mbajtur duart e palosura me kujdes në prerë. Dhe në 15 vjet, keni parë ndonjëherë diçka si ajo që ndodhi sot? Roza nguroi. Pyetja dukej si një kurth, por kishte diçka në zërin e Viktorit që sugjeronte sinqeritet të vërtetë. Zotëri, filloi ajo, por Viktor e ndërpreu me butësi. Ju lutem, jini e sinqert me mua. Më duhet të kuptoj çfarë ndodh vërtet në këtë shtëpi kur unë nuk jam i pranishëm. Roza mori frym thellë. Zotëri, vajza juaj bëri diçka shumë të guximshme sot. Ajo mbrojti një kolege që po keq trajtohej. Dhe ky keqtrajtim është i zakonshëm? Pyetja e drejtë për drejtë e bëri Rozën të luftonte me ndërgjegjen e saj. 15 vjet duke mbajtur kokën ulur dhe duke shmangur problemet kundër mundësisë së papritur për të thënë më në fund të vërtetën. Zotëri, tha ajo ngadalë, unë gjithmonë kam besuar se puna ime ishte të bëja detyrën time mirë dhe të mos shkaktoja probleme. Por kohët e fundit ka qenë e vështirë të shikosh veten në pasqyrë. Viktor u përkul përpara, vërtet i interesuar për përgjigjen e saj. Çfarë doni të thoni? Dua të them se ka një ndryshim midis punës për dik kërkues dhe punës për dik mizor, tha Roza, fjalët duke dalë më lehtë tani. Dhe ky ndryshim u bë shumë i qartë sot. Viktor qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, duke përpunuar ato fjalë. Kur më në fund foli, zëri i tij ishte i ngarkuar me diçka që dukej si pendim. Pse nuk më tha të kurrë asgjë? Sepse zotëri nuk pyetet kurrë, u përgjigj Roza thjesht. Dhe sepse punonjësit nuk flasin keq për punëdhënësit nëse duan të mbajnë punën e tyre. Por Kiara foli. Kiara është e re, tha Roza me një buzëqeshje të trishtuar. Ajo ende beson se drejtësia ka më shumë rëndësi se siguria. Dhe ti nuk beson? Roza e shikoi drejt për drejt Viktorin në sy për herë të parë në bisedë. Unë besoj, zotëri. Vetëm e harrova për një kohë.
Diçka kaloi mes tyre në atë moment, një mirëkuptim i ndërsjellë që t'i kalonte barrierat sociale që gjithmonë I kishin ndarë. Viktor patë Roza jo vetëm një punonjëse besnike, por një grua me forcë dhe integritet që kishte sakrifikuar dinjitetin e saj për të mbrojtur vajzën e saj. Dhe Roza patë Viktor jo punëdhënësin e largët dhe indiferent, por një burr që vërtet nuk dinte për vuajtjen që ndodhte nën çatin e tij. Roza, tha Viktor butësisht, faleminderit që jeni e sinqert me mua. Dhe faleminderit që rritet një vajzë kaq të guximshme. Kur Roza u kthye në kuzhinë, kishte diçka ndryshe në shprehjen e saj. Një dritë që nuk ishte aty më parë, një qëndrim pak më I drejtë. Çfarë tha ai? Pyeti Kiara me ankth. Ai bëri pyetje, u përgjigj Roza. Pyetje që dikush duhet t'i kishte bërë shumë kohë më parë. Atë natë, vila flinte në një atmosferë ndryshimi të afërt. Olja ishte mbyllur në dhomën e saj, duke refuzuar të darkonte. Viktor kishte darkuar vetëm në sallën e ngrënies në heshtje të menduar. Dhe në dhomat e punonjësve, biseda të pëshpëritura spekulonin për atë që do të sillte e nesërmja. Kiara ushtri duke ditur se kishte kaluar një vijë nga e cila nuk kishte kthim. Frika ishte ende aty, por kishte edhe diçka të re, ndjenjen se më në fund kishte gjetur zërin e saj. Dhe diku në shtëpi, Viktor qëndroi zgjuar deri vonë, duke ripërmendur jo vetëm ngjarjet e ditës, por të gjitha vitet në të cilat kishte zgjedhur të mos shite, të mos pyeste, të mos përfshihej. Imazhi I Rozës që mbronte anën, guximi I pamundur I një 17 vjeçareje që përballej me autoritetin, dhe mbi të gjitha, pyetja që nuk mund të pushonte së bëri vetes, çfarë lloj burri ishte bërë pa e kuptuar? 3 muaj kishin kaluar që nga dita kur gjithçka ndryshoi, dhe vila dukej një vend krejtësisht ndryshe. Ndryshimet filluan menjëherë pas konfrontimit përfundimtar midis Viktorit dhe Oljes, një bisedë që zgjati më shumë se 2 orë dhe që përfundoi me Oljen duke bërë valixhet dhe duke u larguar përgjithmonë nga shtëpia. Ajo nuk do të kthehet, kishte pyetur Kiara të nesërmen në mëngjes, duke vëzhguar Viktorin duke pirë kafen vetëm në tavolinën që më parë akomodonte 2 persona. Jo, u përgjigj Viktor thjesht. Disa ora, kur digjen, nuk mund të rindërtohen. Në ditët e para pas largimit të Oljes, vila ekzistonte në një lloj limbi. Punonjësit ecnin me kujdes, sikur prisnin që mizoria e një orë të kthehej në çdo moment. Viktor mbeti I distancuar por I respektueshëm, qartësisht duke luftuar me reflektimet e tij mbi atë që kishte lejuar të ndodhte nën çatin e tij. Ishte Roza ajo që theu akullin, një pasdite kur gjeti Viktorin ulur vetëm në kopsht, duke parë bimët që Marko kujdesej me aq dashuri. Zotëri, tha ajo butësisht, a mund të bëj një pyetje? Viktor e shikoi atë, duke vënë re se si drita e diellit nxirrte në pah fijet e argjenta në flokët e saj të errët dhe butësinë në sytë e saj. Sigurisht, Roza. Çfarë do të bëni tani, zotëri? Ishte një pyetje e thjeshtë, por plot shtresa të shumta kuptimi. Viktor kuptoi se ajo nuk po pyeste vetëm për shtëpinë apo për punonjësit, por për atë se kush do të zgjidhte të ishte që nga ai moment. Sinqerisht, nuk jam I sigurt, u përgjigj ai. Për 2 vjet e lash një tjetër person të merrte të gjitha vendimet se si funksiononte kjo shtëpi. Tani më duhet të zbuloj si ta bëj këtë siç duhet. A mund të sugjeroj diçka? Pyeti Roza, duke u ulur në karrigen tjetër të kopshtit me një familiaritet që do të kishte qenë I pamendueshëm disa javë më parë. Ju lutem. Filloni duke pyetur çfarë u nevojitet njerëzve, në vend që të supozoni se tashmë e dini. Ishte një këshill e thjeshtë, por e thellë. Dhe pikërisht këtë bëri Viktor. Në ditët në vijim, ai thiri çdo punonjës për biseda individuale, jo për të dhënë urdhra apo për të bërë kërkesa, por për të pyetur për kushtet e tyre të punës, nevojat e tyre dhe ëndrat e tyre. Ana ishte e para. Viktor siguroi që ajo të kishte leje me pagesë kur të lindte foshnja dhe që puna e saj do të ishte e sigurt kur të kthehej. Ai gjithashtu organizoi që ajo të bënte ndjekjen e duhur mjekësore, diçka që ajo nuk mund ta paguante me pagën e mëparshme. Marko ishte tjetri. Viktor zbuloi se kopshtari kishte njohuri të gjera mbi peizazhin dhe gjithmonë kishte ëndërruar të rinovonte plotësisht kopshtet e vilës. Ata kaluan orë duke diskutuar plane, me Viktorin jo vetëm duke miratuar idetë e Markos, por duke siguruar edhe buxhetin e nevojshëm për t'i zbatuar ato. Me Rozën, bisedat ishin ndryshe. Më të gjata, më të thella dhe gradualisht më personale. Viktor zbuloi se ajo kishte ndërprer studimet në moshën 16 vjeçare për të kujdesur për Kiarën, se ëndërronte të kthehej në shkollë dhe ndoshta një ditë të shkonte në universitet,
Se i pëlqente të gatuante, por nuk kishte pasur kur mundësinë të provonte receta më të përpunuara. Pse nuk i keni përmendur këto gjëra më parë? Pyeti Viktor gjatë një prej këtyre bisedave. Sepse shefat nuk pyesin për ëndrat e shërbëtoreve, u përgjigj Roza me ndershmëri të butë. Dhe sepse unë vetë kisha harruar se ëndrat ishin diçka që njerëz si unë mund t'i kishin. Ishte në këtë moment që diçka ndryshoi mes tyre. Viktor pate Roza jo si punonisen e padukshme që kishte injoruar për vite, por si gruan e jashtëzakonshme që kishte rritur një vajzë të guximshme ndërsa sakrifikonte ëndrat e saj për të mbajtur familjen bashkë. Dhe nëse, tha Viktor me kujdes, ju mund t'i kishit ato ëndra përsëri? Çfarë doni të thoni, zotëri? Dua të them se kjo shtëpi ka nevojë për një administratore. Dikush që kupton si funksionojnë gjërat vërtet, që kujdeset për njerëzit që punojnë këtu, që mund të marrë vendime të drejta dhe të arsyeshme. Roza e shikoi me befasi. Zotëri, unë nuk kam arsim formal. Ti ke 15 vjet përvojë dhe mençurinë që vjen nga të kuptuarit vërtet të njerëzve, u përgjigj Viktor. Dhe nëse dëshiron të ndjekësh arsimin formal, unë do ta mbështes edhe atë. Biseda me Kiarën ishte ndoshta më e rëndësishmja nga të gjitha. Viktor e gjeti atë në kopsht një pasdite, duke lexuar një libër të huazuar nga biblioteka e vilës. Kiara, tha ai, duke u ulur pranë saj, dua të kërkoj falje. Për çfarë, zotëri? Përse ju lash të rritesh në një ambient ku duhet të zgjidhje midis dinjitetit dhe sigurisë tënde. Asnjë e re nuk duhet të bëj atë zgjedhje. Kiara mbylli librin, duke shënuar faqen me kujdes. Zotëri, unë nuk pendohem për atë që bëra. E di. Dhe pikërisht për këtë dua të sigurohem që ti të kesh të gjitha mundësitë që meriton. Viktor ndaloi, duke zgjedhur fjalët e tij me kujdes. Dëshiron të kthehesh në shkollë? Sytë e Kiarës ndriçuan. Më shumë se çdo gjë. Atëherë do ta bëjmë këtë të mundur. Arsim të plot, universitet nëse dëshiron, dhe një punë që të pret këtu nëse dëshiron të kthehesh. Dhe nëse vendos të ndjek një rrugë tjetër? Viktor buzëqeshi. Atëherë shpresoj të jetë një rrugë që nderon guximin që ti demonstrove këtu. Kiara kishte zgjedhur të studionte pedagogji, e frymëzuar nga ideja se fëmijët e tjerë nuk duhet të rriteshin duke besuar se të lindurit të varfër nënkuptonte të ishe i padukshëm. Ajo studionte në mëngjes dhe punonte me kohë të pjesshme në vilë pasdite, jo më si një punonjëse e dëshpëruar, por si dikush që zgjidhte të ishte aty. Ndryshimet në shtëpi shkuan përtej atyre individuale. Viktor zbatoi orare të drejta, paga dinjitoze dhe një ambient ku punonjësit mund të shprehnin opinionet e tyre pa frikë. Vila u bë një vend ku njerëzit punonin nga zgjedhja dhe respekti i ndërsjell, jo nga frika dhe nevoja. Romanca midis Viktorit dhe Rozës u zhvillua ngadalë, me kujdes, si një lule delikate që ka nevojë për kushtet e duhura për të lulëzuar. Filloi me biseda rreth administrimit të shtëpisë, evoluoi në shëtitje në përkopshtet e rinovuara të Markos dhe gradualisht u shndërrua në diçka më të thellë. Je i sigurt? Pyeti Roza një natë, kur Viktor më në fund shprehu ndjenjat e tij. Unë vi nga një botë ndryshe nga jotja. Unë vi nga e njëjta botë si ti tani, u përgjigj Viktor. Një botë ku karakteri ka më shumë rëndësi se prejardhja, ku mirësia vlen më shumë se paratë. Ata u martuan në një ceremoni të thjeshtë në kopshtin e vilës, me të gjithë punonjësit të pranishëm, jo si shërbëtor, por si familje. Ana, e cila kishte lindur një djalë të shëndetshëm të quajtur Pietro, ishte shoqëruesja e nuses. Marko kishte krijuar një hark lulesh posaçërisht për këtë rast. Dhe Kiara, tani 18 vjeç dhe në vitin e dytë të fakultetit të pedagogjisë, ishte ajo që e shoqëroi Rozën tek Viktor. I vogli Pietro zvarritej në përkopshtet e rinovuara, duke ndjekur fluturat dhe duke shkaktuar të qeshurat e të gjithë. Ana ishte kthyer në punë, por tani si koordinatore e burimeve njerëzore të kompanisë së vogël që Viktor kishte krijuar për të administruar pronat e tij në mënyrë etike. Kompania ishte ndryshe. Në vend që të zhvendoste familje për të ndërtuar projekte luksoze, ata investonin në rivitalizimin e komunitetit, duke krijuar banesa të përballueshme dhe duke ruajtur strukturën sociale të lagjeve. Ishte më pak fitimprurse se bizneset e mëparshme të Viktorit, por pafundësisht më shpërblyese. A pendoheni ndonjëherë? Pyeti Roza një natë, ndërsa vëzhgonin Kiarën duke ndihmuar Pietron të bënte hapat e tij të parë në kopsht. Për çfarë? Pyeti Viktor, duke e përqafuar më fort. Përse keni humbur aq shumë para duke ndryshuar bizneset tuaja?
Përse jeni martuar me një ish shërbëtore? Përse keni kthyer jetën tuaj përmbys? Viktor shikoi skenën para tij, Chiara duke qeshur ndërsa Pietro lëkundej drejt saj, Ana dhe Marko duke diskutuar plane për një ser të re, shtëpia e ndriçuar me ngrohtësi të vërtet në vend të luksit të ftohtë. Pendimi im I vetëm, tha ai, është se më mori kaq shumë kohë për të kuptuar ndryshimin midis të pasurit pushtet dhe të qenit I lumtur. Chiara, tani e diplomuar dhe duke punuar si mësuese në një shkollë komunitare që ata kishin ndihmuar të financonin, shpesh reflektonte për atë ditë që ndryshoi gjithçka. Dita kur një e re e frikësuar tha, jo pa drejtësisë dhe zbuloi se zëri I saj kishte fuqi. Studentët e saj e adhuronin, sidomos sepse ajo e kuptonte çfarë ishte të ndiheshe I padukshëm dhe sigurohej që çdo fëmijë në klasën e saj të dinte se ishte I parë, I vlerësuar dhe I aftë për çdo gjë. Mësuese Chiara, pyeti një nga studentët e saj një ditë, si e dinit që donit të bëheshit mësuese? Chiara buzëqeshi, duke menduar për Anën që mbronte barkun, për Rozën që sakrifikonte ëndrat e saj, për Viktorin që mësonte të shite, për Oljen që mësonte se pushteti pa dhemshuri është shkatërues. Sepse mësova, u përgjigj ajo, që ndonjëherë një zë I vetëm mund të ndryshojë gjithçka. Dhe unë doja t'i mësoja njerëzit e tjerë të gjenin zërat e tyre gjithashtu. Vila vazhdonte të qëndronte, por tani ishte një shtëpi e vërtetë. Një vend ku drejtësia kishte fituar mbi mizorinë, ku dashuria kishte zëvendësuar frikën dhe ku një 17 vjeçare kishte provuar se guximi mund të lëviz male. Dhe në netët e heshtura, kur familja mblidhej në kopsht për të vëzhguar yjet, Chiara ndonjëherë kujtonte atë moment të tmerrshëm dhe transformues kur vendosi të mbronte Anën. Nuk pendohej as për një sekondë. Sepse kishte mësuar se çmimi I dinjitetit gjithmonë ia vlen dhe se disa betejë, sado të frikshme, duhet të luftohen. Padrejtësia fiton vetëm kur askush nuk e përballon. Por kur një person I guximshëm ngrihet dhe thotë, jo, e gjithë dinamika mund të ndryshojë. Dhe ndonjëherë, vetëm ndonjëherë, ky ndryshim mund të zgjasë përgjithmonë. Fundi I historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Chiarës dhe Rozës t'ju ketë prekur thellë. Për të ndjekur më shumë rrëfime si ky, plot guxim, transformim dhe forcë të dashurisë familjare, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të lini një pëlqim në këtë video. Çdo ditë sjellim histori unike që eksplorojnë kompleksitetin e marrëdhënieve njerëzore dhe na kujtojnë se akte të vogla guximi mund të gjenerojnë transformime të mëdha. Ndani në komente, a ju është dashur ndonjëherë të merrni një qëndrim të guximshëm si Chiara? Si e ndryshoi kjo përvojë jetën tuaj? Rrëfimet tuaja mund të frymëzojnë dëgjues të tjerë. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme dhe vazhdoni me ne në këtë udhëtim historik që prekin zemrën.